Përshëndetje e gëzimit. A je shpëtuar dhe ke arritur jetën e përjetshme? Po ke nevojë të shpëtohesh dhe ti je persona i duhur për të dëgjuar këtë lajm. Vërtet, në fund të jetës së njeriut ka vetëm dy vende: dënim i përjetshëm në flakët e ferrit ose jetë e përjetshme dhe shpëtim me Zotin në parajs. Ku do të përfundosh varet nga vendimi yt. Nëse zgjedh të shpëtohesh dhe të kesh jetën e përjetshme me Zotin, ka vetëm një mënyrë: beso në Zotin Jezus dhe pranoje atë si Zotin tënd dhe shpëtimtarin. Nëse sot vendos të besosh në Zotin Jezus, atëherë shpëtimi është i yt. Ju lutemi thoni këto fjalë me sinqeritet të zemrës. Zot Jezus, sot unë besoj dhe të pranoj ty si Zotin tim dhe shpëtimtarin. Unë besoj se vdekja jote në kryq ka shlyer të gjitha mëkatet e mia, hy në zemrën time dhe udhëheq jetën time në rrugën tënde të drejtë. Amen. Nëse e thua atë me sinqeritet dhe me seriozitet të zemrës, atëherë sot ke marrë shpëtimin e jetës së përjetshme dhe ati në qiell të pret me gëzim, dhe kjo do të thotë që emri yt është shkruar tashmë në librin e jetës në mbretërinë e qiellit.